në kavaj, demokratët dhe socialistët i bashkon korrupsioni me tenderat. Kështu në një situatë paradoksale, kompanitë që i mallkon selia e Partisë Demokratike në mbrëmje për korrupsion, i bekon në mëngjes kryebashkiaku i Kavajës Fisnik Qosja, me tendera pagar. Pra, ç'po ndodh me kryetarin Fisnik Qosja, që me veprimet e tij ka dalë hapur kundër qëndrimeve të Berishës. Deri tani nuk na rezulton që Qosja të jetë tërhequr nga Partia Demokratike, madje merr pjesë në çdo miting në Tiranë. Në vitin 2023 kur mori postin, u duk sikur Qosja do të ngrinte flamurin e Partisë Demokratike në betejat e ardhshme. Madje u zgjodh edhe kryetar i shoqatës së Bashkive të Djathta. Megjithatë, le t'i lëm faktet të flasin vet. Afro 5 miliard lekë në 2 tendera të veçantë u janë dhënë brenda një muaji 2 kompanive nga Mallakastra, të njohura për lidhjet me kryeministin Rama dhe me rilindjen. Njëri është tenderi i mirëmbajtjes së lulishteve të Kavajës, me një fond limit të paimagjinueshëm për këtë qytet që nuk shquhet për gjelbërim. Tenderin e ka fondin limit 2.4 miliard lekë dhe i është dhënë kompanisë Gavencia SHPK. Edhe për më tepër, Qosja ka zgjedhur për gjelbërimin një kompani që merret kryesisht me ndërtimin. Firma ka pronar Lavdimir dhe Majlinda Baraj, ndërsa administrator është Jona Baraj. Kompania e familjes Baraj, duke qenë se favorizohet nga zyrtarët e Partisë Socialiste, është e mbingarkuar me punë publike. Pronarët e firmës fituese Gavencia SHPK, me bazë në Ballsh, janë mbështetëse të hapura të Partisë Socialiste. Në faqen zyrtare në rrjet social promovohen aktivitetet elektorale të Edi Ramës dhe të Tauland Ballës, si shpërblim kanë marrë gjithë paratë e rilindjes urbane në këtë zonë. Dhuratë e rilindjes për këtë subjekt ishte edhe tenderi i Bashkisë Korç, me objekt i konstruksioni i shkollës nëntëvjeçare Sotir Gura dhe ndërtim palestre me vlerë 1 milion euro. Ndërkohë në datën 1 shtator 2025 Gavencia SHPK kishte marrë nga kryetarja e Bashkisë Lushnjë Riselda Sefa kontratën 230 milion lekë, urbanizimi i qendrës Karbonar. Të njëjtën kohë ka përfituar edhe tenderin me objekt rikonstruksioni i rrugës në Kodrën Kuzum Baba, me fondin limit 340 milion lekë. Ndërsa në 9 janar 2026 Anuela Ristani do t'i jepte Barajt 2 miliard lekë me tenderin e Bashkisë Tiranë me objekt ndërtimi i rrugës Veri-Ur. Procedura është shënuar me flamur të kuq që sinjalizon riskun e korrupsionit, duke qenë se janë në të njëjtën kohë, cilin projekt do të lërë pas dore kompania, rrugën në Veri, shkollën, sheshin, apo rrugën e Teqes, apo lulishtet e Fisnikut. Fakti që janë përqendruar gjithë këto tendera njëherë tek një kompani modeste, tregon një koktejl me përqendrim të lartë korrupsioni. Edhe qershia mbitor vendoset nga Fisnik Qosja me tenderin e lulishteve më datë 2 prill 2026. Nuk e kujtojmë se si Qosja ja dha tenderin një kompanie që i ka të angazhuara forcat dhe mjetet në kontrata të tjera publike në të njëjtën kohë. A e ka verifikuar kriterin e kapacitetit teknik. Një muaj më vonë me paratë e Kavajës shpërblehet një tjetër mallakastriot, i deklaruar kundërshtar i hapur i Sali Berishës që ishte në grupin e Lulsin Bashës. Fisnik Qosja i ka dhënë tenderin 2.5 miliard lekë kompanisë Agron Kaplanajt, shkëlqimi 07 SHPK. Bëhet fjalë për prokurorimin me objekt rehabilitimi dhe asfaltimi i rrugëve rurale dhe urbane. Data e mbajtjes së tenderit është 11 maj 2026 dhe kanë marrë pjesë gjithsej 8 operator dhe bashkime kompanish. Për shkeljet e konstatuara Open Data Albania klasifikon tenderin me risk korrupsioni. Dhe çfarë ka ndodhur? Komisioni i Fisnik Qosjes i ka skualifikuar të 6 ofertat që ishin më të ulta se propozimi i shkëlqim 07 SHPK. Nga letra e shpalljes së fituesit dërguar Kaplanit nga Qosja më 21 maj 2026, mësojmë se pranimi i ofertës së firmës shkëlqimi 07 i sjell buxhetit të bashkisë një grop të paktën 384 milion lekë. Konkretisht, shkëlqimi 07 SHPK ka fituar me ofertën 234.7 milion lekë të reja pa TVSH. Por bashkimi i operatorëve Biba X SHPK dhe Pivlla ku SHPK ka propozuar të bëjë asfaltimin me 211.5 milion lekë pa TVSH. Edhe për më tepër këto firma e kanë fabrikën e asfaltit në Kavaj, ndërsa firma 40 Construction SHPK ka bërë ofertën me vlerë 233 milion e 118.098 lekë pa TVSH. Fusha SHPK ka ofertën më të ulët 208 lekë pa TVSH. Akoma me ulët është oferta e bashkimit të kompanive LT Construction SHPK dhe Varaku SHPK me vlerë 19.7 milion lekë pa TVSH. Po ashtu ka bërë ofertë mjaft ekonomike bashkimi i firmave Liçeni i 7 SHPK dhe Makaresh SHPK 196.3 milion lekë pa TVSH.
ndërsa bashkimi i operatorëve Rafin Company SPK dhe Drini SPK ofroi ta bënte këtë punë me 218.6 milion lekë pa TVSH. Tendenca për korrupsionin në këtë tender duket qysh në hartimin e fondit limik që është shfryrë qëllimisht. Kjo vërtetohet nga diferencat mjaft të mëdha mes fondit limit të ofertave. Por përse do të shpenzohen këto lekë? Sigurisht që qosja është largpamse dhe mendon për zgjedhjet e ardhshme që mbahen vitin tjetër. Afati i asfaltimit të 7 muaj dhe përkon me mbarimin e mandatit aktual të kryetarit. Qosja ka zgjedhur 20 rrugica në përlagje fshatra që të mashtrojë sa më shumë zgjedhës. Ndërkohë, banorët le të mësojnë se projekti i këtyre rrugëve nuk përfshin as trotuar, as sinjalistik dhe as ndriçim dhe as gjelbërim. Nevojitet që qytetarët të kërkojnë plotësimin e projektit dhe të mos lejojnë që paratë e tyre t'i shpërdorej kryetari me politikanin Agron Kaplani. Nuk është gjë të mësojmë se Rama i ka joshur opozitarët me tendera, por dashuria e Ramës me Agron Kaplana i ngjan rekrutimit me detyrim sesa simpatisë së ndërsjellët. Kaplana i ka qenë dënuar me 2 vite burg në Itali për vjedhje. Kjo verifikohet edhe në formularin e dekriminalizimit. Dënimi i tij është dhënë nga gjykata e Firences. Për këtë arsye kryeministri Rama e kërcënon publikisht se do të shkarkonte nga posti i kryetarit të bashkisë Mallakastër. Kryetari demokrat i bashkisë së Mallakastës Agron Kaplanaj reagon me njëherë pak orë pasi kryeministri Edi Rama lajmëroi se po shikoi mundësia për shkarkimin e tij. Ka bler një makinë që ishte e vjedhur, nuk më është ndaluar hyrja në Itali. Kam rënë viktim pasi makina ka rezultuar e vjedhur. Gjatë viteve në Itali nuk kam qenë asnjë ditë në burg. Çdo gjë e kam deklaruar në fillim, jam i hapur të hetohem, tha Kaplani. Kjo histori u harrua por bëri efekt të madh pasi Kaplani do të merrte në politik drejtimin e ri. Agron Kaplana ka nisur karrierën e tij si kryetari i komunës Qendër Mallakastër. Në vitin 2015 është zgjedhur në siglën e Partisë Demokratike si kryetari i Bashkisë së Mallakastrës. Në vitin 2021 ai kandidoi për deputet por pa arritur të siguronte mandatin. Më pas u bë një nga aktorët e angazhuar publikisht në përplasjen e brendshme të Partisë Demokratike në krah të Lulzim Bashës dhe Enkelejt Ali Beajt. Kaplana u emërua nga Basha si kryetari i degës së Partisë Demokratike në Mallakastër e më pas ai u angazhua në konflikt në Partinë Demokratike të Fierit, duke u kyçur derën demokratëve të këtij qarku. Kompanitë më në emër të vëllait apo të njerëzve të tjerë të lidhur me të rezultojnë nga përfituesit më të mëdha të fondeve publike. Vetëm nga procesi i rindërtimit, kompania Shkëlqimi 07 ka përfituar 12.5 milion euro, ku numërohen te tendera të dhënë nga bashkitë e drejtuara nga socialistët. Kaplana ka nisur të vërë milionat nga tenderat shumë herët, siç rezulton edhe nga dokumentet zyrtare. Fondet e Bashkisë Mallakastër me firmë të Agron Kaplanajt shkonin sërish në xhepat e tij dhe të rrethit familjar. Në korrik të vitit 2013 është themeluar kompania Grand Construction me ortak të vetëm Tetem Dajlanaj, bjeri i Kastriot Kaplanaj që është vllai i Agron Kaplanajt, ish kryebashkiaku të Mallakastrës, që në fillesat e saj kompania ka lidhje të dukshme me subjektin tjetër Shkëlqimi 07. Të dyja kompanitë ndajnë të njëjtën ekonomiste. Në bilancin e vitit 2013 del në pa një fakt që hedh dyshime të forta mbi lishmërinë e veprimtarisë së Grand Construction M. Dokumenti financiar ka si kokë zyrtare kompaninë Shkëlqimi 07, ndërkohë që firma dhe vula e vendosur në fund të bilancit i përkasin Grand Construction M. Bilanci për vitin 2013 tregon se kompania Grand Construction M ka realizuar rreth $700.000 amerikan në të ardhura. Të gjitha të ardhurat nga shërbimi investime publike, pra vetëm nga institucione shtetërore. Në shkurt të 2015-s, Tetem Dajlanaj largohet nga pozicioni i administratorit për arsye shëndetësore. Në vend të tij emërohet Petrev Saliani, i cili në vitin 2021 rezulton punonjës si kompanisë Shkëlqimi 07. Faturimet e kompanisë njohin një rritje të ndjeshme në vitin 2014 duke kapur vlerën e $1.6 milion amerikan. Në vitin 2016 faturimi është $950.000, por kulmi arrihet në vitin 2017 ku kompania arrin xhiron $3.1 milion. Një tjetër hallkë e rëndësishme në këtë rrjet është Tetasi Flamur Zaimi. Ai punon njëkohësisht si drejtor finance pranë usjellësisë kanalizimesh Fier dhe si financier pranë kompanisë Shkëlqimi 07. Për më tepër ai ka firmosur edhe bilancat e kompanisë Grand Construction M, ku ky trend vijon edhe në 2018 me 314 milion lek. Një tjetër bum financiar vjen në vitin 2023 me xhiron 532 milion lek në faturim, që korespondon me vit elektoral. Edhe ndërsa Agron Kaplanaj në politik luante si opozitar, kompanitë e familjarëve të tij rezultojnë të preferuarat e qeverisë. Në periudhën 2015-2019, gjatë kohës që Agron Kaplanaj ka udhëhequr Bashkinë Mallakastër, numëri tenderash të dyshimit janë shpallur dhe janë fituar
nga kompani të lidhura me të si dhe me familjarët të tij. Kompania Grand Construction ME, e lidhur ngushtë me Kastriot Kaplanaj dhe Tetem Dajlanaj, fitoi një sër tenderash nga Bashkia Mallakastër dhe u sjellësh kanalizime Mallakastër. Të gjitha këto tendera që kapin vlerën 283 milion lek apo afro 3 milion euro janë firmosur nga Agron Kaplanaj dhe varësit e tij dhe janë përfituar nga kompanitë që lidhen drejt për drejt me Kaplanajin. Dokumentet zyrtare dhe të dhënat e tenderimeve tregojnë se kompania Grand Construction ME në bashkëpunim të ngushtë me Shkëlqim 07 dhe disa subjekte të tjera si Fled, Desar dhe Besta kanë përfituar afro 13 milion euro tendera nga bashkitë e tjera. Ndërkohë, një ndër tenderat më të mëdhenj është regjistruar në bashkinë Kavaj, ku në 2022 Grand ka qenë pjesë e një bashkëpunimi fitues për projektin rikualifikimi i banesave DS4 me një vlerë marramense prej 529 milion lekësh të reja. Biznesi Kaplanaj të shtritur me bashk me zullumet e qeverisë në rastin e prishjes së banesave të qytetarëve në zonën e 5 Majit. Ndërsa opozita ishte ngritur në protesta kundër qeverisë për prishjen e banesave tek 5 Maj, firma e Kaplanaj Shkëlqim 07 është bërë një prej përfituesve në kurrizë të qytetarëve. Kaplanaj ka përfituar një fond prej gati 322 milion lekësh tek 5 Maj, teksa te shqiptarëve në tenderin e shpallur nga Bashkia e Tiranës, artimi i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e Goldinës 20 në zonën zhvillimore 5 Maj me vlerë kontrate 321 e 750.000 lek me fitues bashkimin e operatorëve Shkëlqimi 04 SHPK, Grand Construction ME SHPK dhe Flet SHPK. Shkëlqimi 07 është ndihmuar nga Partia Socialiste në pushtet pasi Agron Kaplanaj ka marrë kursin kundër njerëzve të Berishës në Fier. Kujtojmë se edhe Berisha i është vërsulur Kaplanaj duke akuzuar për faktin se merr fonde nga qeveria Rama. Lidhur me tenderat e asfaltit ku shkëlqen Shkëlqimi 07 SHPK, KLSH ka raportuar se kjo firmë fitonte me kriteret të sajuara. Një nga këto ka qenë tenderi i Bashkisë Patos me blerje asfalt betonin për shtrim rrugësh, që është firmosur nga Raimonda Balilaj. Më vonë Balilaj do të dënohej për korrupsion nga GKK për favorizimin e dy firmave në tendera, ndërsa zbatimi i kontratës është bërë nga Fation Turo. Tenderi ishte me flamur të kuq për riskun e korrupsionit. Për fondin 333 milion lek pa TVSH kishin hyrë në garë 5 operatorë pjesëmarrës. Sipas raportit të auditimit, janë skualifikuar 4 firma dhe është skualifikuar vetëm njëra. Në përfundim, më datë 12 qershor 2023 është shpallur fituese oferta e shoqërisë Shkëlqimi 07 SHPK, për të cilën është lidhur kontrata. KLSH konstaton se komisioni i tenderit ka skualifikuar për mangësi të dokumentave të një kamioni operatori me vlerën më të ulët ASAP SHPK me vlerën 170 milion lek pa TVSH, ndërkohë që kishte edhe oferta më të ulta, por janë skualifikuar me kriterin që duhet ishin fabrika asfalti jo më larg se 20 km nga Patosi. Kriteri i vendosur është argumentuar teknikisht dhe ligjërisht, ku citohet: asfalt betoni të përgatitet në fabrika të posaçme, të cilat këshillohen të jenë jo më larg se 20 km nga bloku i rrugëve që do të shtrohen. Vendosja e këtij kriteri është i tepërt pasi kufizon pjesëmarrjen e operatorëve të tjerë, të cilët kanë vendodhjen në largësi jo më shumë se 20 km nga bloku i rrugëve që do të shtrohen. Disa nga OE-t mund të administrojnë makineri dhe mjete, të cilat bëjnë të mundur ruajtjen e temperaturës edhe gjatë transportimit. Veprimet më sipër bien në kundërshtim me përcaktimin e ligjit për prokurorimin publik, konstaton KLSH. Duke qenë me të kaluar të erët, Agron Kaplanaj nuk mungon të shfaqet vazhdimisht në shkelje të ligjit. Më 13 maj 2023, policia e Fierit ka vënë në pranga biznesmenin Shkëlqim Kaplanaj. Vëllai i Agron Kaplanaj, kandidati për deputet i partisë Enkelej Dalibeajt në Mallakastër, fillimisht është raportuar se Kaplanaj po blinte vota për llogaritë të vllait të tij, por më pas Blut ka njoftuar se arrestimi i tij është bërë në flagrancë pas një sheri me disa personave. Ndërkaq, duke u motivuar nga pozicioni agresiv i kryeministit me drejtsinë, vëllezërit Kaplanaj kanë sulmuar fizikisht njerëzit e SPAK. Më 15 prill 2025, në afërsitë të një biznesi në pronësi të Shkëlqim Kaplanajt, BKH ishte ndaluar në parkimin aty pranë e kishte filluar veprimet operative, por është përballur me reagimin e një punojësi të biznesit, i cili ka kërkuar llogari për praninë e tyre. Punojësit e BKH-s pretendojnë se dëshminë e tyre kanë qenë konform çdo procedure ligjore dhe se operacioni ishte një rëndësie të veçantë. Kanë kontaktuar prokurorin dhe ai ka urdhëruar sërish vimin e operacionit. Agjentët e BKH-s po vepronin me urdhër të prokurorit dhe përdorimi i dronit është bërë shkak i pamundësisë për të ndjekur automjetet në distancë. Pasi ka ndodhur debati, oficerët e BKH-s janë larguar dhe nipat e Kaplanajt me një punonjës të kompanisë në aksin Fier Patos, siç kanë dëshmuar agjentët, janë dënuar këtë datë të fundit. Ata kanë pretenduar se janë goditur nga nipat e zotit Kaplani dhe punojësi. Nga biznesin në kohën e konfliktit ndodhe dhe Agron Kaplanaj. Afro 70 milion euro të përfituara nga zyrtarët socialist janë miza nën kësull që solli një reagim të tillë. Tashmë që SPAK-ut i ka dalë frika nga këto sjellje, mund të shtojë për verifikim dhe kryebashkiaku Fisnik Qosja, që ka firmosur tenderin me shkelje në favor të Agron Kaplanaj dhe vllait të tij.